Gjatë ditëve të fundit të inxhinierë ka patur shembje dhe dëmtime të akseve rrugore. Ju keni folur disa gjëra, unë ju kam parë. Rruga më problematike ka qenë në Librasht Prenjas, po ka patur në shumë vende. Çfarë ka ndodhur? Gjerësisht thuhet që është dëmtuar korridori 8. Edhe e pëlqen kjo të thuhet që korridori 8 po prish tani. Ç'është ky korridori 8, ç'janë demet, sa problematike është situata? Po para se të flasim një sekond, inxhinier, që thash to gjëra unë, le të ndjekim ç'thot kryeministri pak. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rrëshqitjen e rrugës në aksin Librasht Prenjas. Një rrëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit, në një autostradë nga më të reja të Greqisë. Dhe tenxheret e Greqisë nuk është se janë tenxhere pa presion. Nuk e kam kapur absolutisht asnjë lloj ngjashmërie me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Ndërkohë që në ata aks po bëhet një nga veprat më të mëdha të infrastrukturës, e cila do të jetë një tjetër krenari e kësaj qeverie. Ju kujtohet rrëshqitja e rrugës Hoxhërsek. Brenda fatit u riparua totalisht me fondet e sipërmarrësit. Rruga sot është e shqiptarëve. Ndodhi diçka që nuk duhet ndodhte, por këto nuk janë gjëra që nuk ndodhin askund dhe ndodhin vetëm këtu. Ndryshimi vetëm është që në Portugali, në Suedi, në Itali, në Greqi janë çështje gjeologjike. Këtu jo, këtu janë çështje të korrupsionit. Pra, zoti Gjeqari, e dëgjuat dhe kryeministrin, a mund na shpjegoni tani konkretisht pse rrugët tona gjenden në këtë situatë? Janë rreshjet e shumta që bien shirat? Është mungesa e ekspertizës në projektim, vjedhja e fondeve që nuk kanë vajtur te rrugët, por në xhepat e zyrtarëve, apo është një kombinim i të gjithave? Çfarë ka ndodhur sipas jush? Një ekspert i zoti me njohuri të shumë kohëve, me rrugë të bëra dhe në kohën e Hoxhës, po dhe rrugë të tanishme. Ç'është mendimi juaj që po shemben tani këto? E parë, a mund të vazhdoj? Me njerë. Rrugët janë në struktura që ndërtohen në natyrë të hapur, edhe rrëshqitje, qoftë fenomene natyrore nga më të ndryshme do ndodhin, edhe dëmtime. Por një pjesë nga këto janë natyrore, një pjesë natyrisht bazë kanë nivelin e profesionalizmit ose nivelin teknik. Konkretisht, po flitet shumë që u shem korridori 8. Korridori 8 nuk varet në një rrëshqitje pjesore këtu në Prenjas. Prenjasi, e cila propagandohet me kaq të madhe, është një rrëshqitje pjesore në një zonë të paqëndrueshme. Pra, rreth 1.6 kilometër mbi rrugën që zbret mbi në korridorin qendror të luginës së Shkumbinit, ka një zonë rrëshqitëse. Po ky fenomen që është shkaktuar atje, nuk është shkaktuar nga natyra. Edhe njerë, ky fenomen që ka ndodhur atje, nuk është shkaktuar nga natyra. Nuk është shkaktuar nga natyra. Kjo që shojmë këtu. Përsëris dhe njerë. Do më thënë ai lartë nuk e ka bërë këtë. Një minutë. Urdhëro? Se nuk ju dëgjoj mirë. Nuk është nga natyra. Okej. Pse ka rënë ajo, është dëmtuar në atë mënyrë ajo urë? Tani që ndodhë? Këtu ka qenë një rrugë ekzistuese. Dhe më poshtë saj, ka qenë është traseja kurrëdore. Po? Vetë formacioni këtu është i paqëndrueshëm. Në krahasim me strukturat të tjera. Dhe në gjendjen ekzistuese, kjo ka funksionuar normalisht. Po? Firma ndërtuese
ka bërë projekti parashikon që të vendoset dhe një vit tjetër kalimi. Do të thënë të ndërtohet dhe një trase tjetër në pamundësi për të bërë paralel me rrugën ekzistuese. Këta ka ndërtuar një mur të madh mbajtës me lartësi mbi 5 metër, plus dhe strukturat të tjera betoni. Dhe këtë mur mbajtës e kanë vendosur mbi një trase të paqëndrueshme. Njëkohësisht e kanë mbushur me material mbushës për të bërë trasen e re të korridorit 8. Nuk dini se u shpreha qartë. Më qartë nuk shkon. Më mirë, shumë bukur. Me rreshe, me gjatë kohës së ndërtimit, goditje dinamike dhe rreshje Tiranë, shtuan ngarkesën në këtë teren të paqëndrueshëm. Dhe si rezultat kjo lëvizi plotësisht. Pro, nuk është në një gjë rrallë, ai që ka bërë të projekt, ka qenë nuk ka marrë parasysh çfarë strukture ka të bëjë. Dhe këta përfaqësues të shtetit shqiptar ka bërë me njërë 3 shpime gjeologjike. Në qoftë se këto shpime gjeologjike do të ishin bërë më përpara, muri nuk do vendosesh në atë zonë. Themeli i murit nuk do vendosesh në atë thellësi. Nuk dini se e shpreh qartë. Shumë i saktë. Atëre, shumë i saktë, inxhinier. Ngarkesa e murit, këta i dhe dhe disa emra të huaj, Terramesh, masa e ke dëgjuar. Terramesh, si se kuptova? Terramesh do me thënë? Janë mure mbajtës të shoqëruara me gabiona, që rrisin aftësinë mbajtëse, po ata rrisin dhe peshën, dhe kanë vendosur mbi një tokë të paqëndrueshme. Ta s'kan bërë asnjë apo kanë bërë mur në tokë të paqëndrueshme? Patjetër, dhe ajo ka rrëshqitur në saj të rreshjes të shtuar dhe ngarkesa e mbushjes dhe lagështirës dhe ka rrvish si masiv. Do me thëmë paka shumë janë tallur, inxhinier. Urdhro? Paka shumë kanë marrë paratë dhe janë tallur. Jo, kjo është e lidhur, ai që ka bërë këtë projekt, atëre ku është baza e kësaj? Ndoshta duhet lidhur ai vetë. Jo, nuk është fjalë për lidhje. Qartë. Mua më vjen keq që ti nuk më ke krijuar kushte, si gjithë ata që ke kolegët aty, sepse nuk jo dëgjoj mirë. Jo, gabimi ishtë, ndihmoni regjia, këtu dëgjoj shumë mirë dhe ti po ma bën punën jashtëzakonisht mirë mua. Në rregull. Ndihmoni ju lutem edhe një herë me të dëgjoj mirë zoti Gjeqari, po ti po më bën punë shumë të mirë. Kurse ura që është poshtë, nuk e më dëgjon? Shumë mirë dëgjoj. Ura s'ka lidhje fare me rrëshqitjen. Ura në vetvete, në goditjen e rrymës së ujit, sepse jemi në filonin, në rrjedhën kryesore të Shkumbinit. Po. Ata e kanë ngryer nga poshtë, mirëmbajtja nuk është bërë dhe ura ka pas shenjat e shembjes edhe më përpara. Sa kohë para? Po shiko, urat edhe shtëpitë, çdo lloj strukture bien në qoftë. Po natyrisht po nuk bien brenda një ore, ato i japin simptomat edhe më parë. Qartë. Tani, masa e dheut që ka rrëshqitur, ka marrë atë murin mbajtës, ose që e quhet dhe Terramesh, plus e gjithë strukturat. Tani këta u kujtuan të bëjnë shpimet gjeologjike dhe kanë përcaktuar që formacioni bazë, ku duhesh mbështetur muri, është minus 7 metër. Që do të thotë? Duhet hyni 7 metrë thellë. Duhet hyni 7 metrë thellë. Teknikisht. Qartë. Tani që ndodhë, mund të mos hysh, mund të gjesh një pozicion tjetër që është më pak i kushtueshëm. Po? Atëre, këtu lindin 2 probleme. Para duhet zgjidhur urgjentisht që mund të zgjidhet brenda një jave, o 10 ditësh, o 15 ditësh, kalimi i mjeteve ekzistuese, provizore, edhe posagerëve. Dhe kurse në vijim do bërë projekti mbështetur në çpimet gjeologjike për zhvendosjen e korridorit 8 ose edhe të rrugës ekzistuese dhe asaj që do bësh e re. Projekti zgjat nga 1 muaj, ndërtimi mund të zgjasë disa muaj. I gjithë kjo
e gjithë kjo zhurmë, mos i them, ky problem, do t'i kushtoj popullit një 2 o 3 milion euro. Ky është gjithë si të mund të pasoje e këti... 2 o 3 nuk e dim inxhinier se këto shumëzohen me shumë euro tjera pastaj. Urdhëro? Por edhe bllokimi është një problem i madh. Po janë gjëra që mbi kalohet sepse kalimi provizor zgjidhet brenda një 10 ditori. Inxhinier, unë me që jemi takuar, kemi shumë kohë pa u takuar, unë kam një pyetje tjetër. Urdhon. Çfarë është cilësia, ti i ke ndjekur, i ke parë nga afër, cilësia e rrugëve shumë të shtrenjta të ndërtuara në Shqipëri. Cila është cilësia? Që ta mbyllim këtë. Po? Ky që ka bërë këtë projekt me këtë mur, ka qenë i pavëmendshëm ose pa eksperiencë, sepse ky mur mbajtës, edhe ky ose vija e re që do ndërtohesh e kalimit, traseja e re, nuk mund të vendoset në një informacion të paqëndrueshëm. Nuk dini se... Jo i qartë, shumë i qartë. Po përveç kësaj, ai që ka bërë projektin fillestar, për zonat e rrëshqitshme, paraqit një dokument shtesë dhe jo vetëm dizenjo, po edhe udhëzime. Po projektet nuk kontrollohen nga ana teknike. Në periudhën para 90-s, projektet kalonin në 3 faza kontrolli. Në skicë ide, në projekt ide, në projekt zbatim. Këta kanë bërë projektin, shpime gjeologjike nuk janë bërë u bën tani. Pas pilafit, do në shpimet gjeologjike janë bërë pasi është bërë ura. Mbasi ndodhi rrëshqitja. Qartë. Dhe e kuptuan që kjo është bërë gabim. Nuk di se po e shpreh qartë mendimin. Shumë qartë. Pra, është ngarkuar me mur mbajtës, me mur gabioni, me dhera, si të them për të formuar trasen e re të korridorit 8. Pra, ekzistusja këtu, tjetra do ishe më lartë. Kjo ngarku me lagështirë, formacioni është jo i qëndrueshëm, edhe rrëshqiti. Qartë. Po faktikisht, këto nuk janë një gjë e madhe, sepse korridori 8 nuk është 100 metra, po 150 metra. Qartë. Por tani korridori 8 me gjithë korridoret e tjera dhe korridoret e panumurta dhe rrugët e shumta inxhinier që ne kemi bërë, si të duken ty me gjithat para që janë argjuar? Si duket cilësi e tyre? Se edhe në vende tjera ka shembje. Do t'i jap 3 përgjigje. Më dëgjoj zoti Rakimi? Shumë mirë. Një do t'a jap nga Edis Durani. Ç'thot Edip Durami? Edis Duram. Edip Duram, po e di. Ka shëtitur Shqipërinë. Dhe i ka parë të gjitha rrugët. Në 1907 vinte nga Vlora në Berat. Edhe aty diku në Marinës ushtarët e internuar po hapnin rrugën për të shku Berat Fier. Nga informacionet i thot, kjo rrugë nuk mban as qerren për të kaluar. Tha Edip Durami? I tha atyre. U tha atyre që përpunonin? Që mburrshin, apo drejtuesve. Shoqëruesi e sqaron. I thot, moj zonjë, parat e kësaj rrugës, i paguan, i gjysmat janë ngrënë rrugës. E qartë shumë inxhinierë, se ku ta dinte Edip Durami shkreta që ato po bëj pa parat tani, se ishin ngrënë parat. Po sepse ata e po e bëni të ngushtë nuk kalon dhe as qerja. Atëre, përgjigjen e dytë. E dyta, po. E dytën e ke nga filozofi, ose e ke nga Sadiu. Sadiu shumë i lashtë, se ti ta kështë marrë Sadiu në të parin, pastaj Edip Duramin që kaloj dhe këtu të ne. Po mirë bere, hajde. Sadiu që thotë? Sadiu thotë, kur nga kopshti popullit, a më digjon? Kur nga kopshti popullit, po. Komandanti një mollë fut në gurmas. E ha një mollë komandanti?
Jo, kur komandanti një moll fut në Gurmas, ushtria e shkull me rrej nga pas. Do me dhe në ushtria e bën kopshin rafsh, kur e vjedh mollën komandanti. Tani e treta Pasadiut. E treta në vitin 1960, ekonomisti 68, më fal, ekonomisti Garrett Hardin ka bërë një botim shkencor ku shkruan tragedia e pronave publike ose tragedia e të përbashkëtave. Nuk e di am djove. Shumë bukur, tragedia e pronës përbashkët është? Atere, kush janë të përbashkëtat? Që nuk kanë pronë, si janë rrugët. Rrugët janë përbashkët. Është uji. Janë jetime. Është deti. Është ajri. Deti, ajri, uji. E janë dhe qeverit monopartjake. Dhe qeverit demokratike, prandaj ata kanë vendosur të paktën çdo 2 vjet, çdo 2 legjislatura të largohen. Dhe i ka thënë kështu tekstualisht, kur bëhet një vepër publike, në ndërtimet publike se që janë rrugët, abuzimet janë të dy anshme, nuk e di a më dëgjon. Shumë, mirë. Dhe të kuptoj. Abuzimet e vogla i kryen populli. Këto vjedhjet gjerat. Vjedhjet gjerat. Kurse grabitit e mdha, thot Hardini, i kryen... Ai, lartë, kësa lartë. Superstruktura. Superstruktura. Tani që ndodhë. Po, sa mirë inxhinier që folëm tani të kjo pjesë e fundit se ishin të tmerrshme ato 2 pjesët e para, tani unë po shplodhem nga këto që tregon ti. Tani ka dhe një gjë. Ma jo është një budallëk teknik që a i këta që kam bërë ata aty, që bëjnë gjithë dhe shembje. Budallëk, vjedhje, korupcion. Lërë se të ty zatuash më vonë, po lërë inxhinierin tani. Vjedhje, korupcion. Po lërë tani. Pa të tha inxhinierin tani, tregoj edhe Edi Duramin, edhe Sadiun, edhe Zotrinë e 68-ës, të njëjtën gjë tha. Jenë në rregull shumë. Nëse këto janë mendimet. Jo, mendimet të qarta. Edhe një gjë tjetër. Në fakt, në qoftë se ati do të marrësh Dimitër Voglin, ose Kiqo Gogon, qoftë se dhe unë, ose dhe ndonjë tjetër, ne atë probleme zgjidhim me një herë. Edhe brenda, më fal, 1 minutë. Po e zgjidh ju nuk vjedhin do të lekët ta? 1 minutë. Por, edhe atje ka forca, midis tyre, që ta zgjidhin këtë problem, këtë rëshqitje 100 metroshe. Kam me që unë jam simpatizant i Ramës, se Rama është reformator. Thua, me lejo t'i drejtojmë në përmjet jush. Nëse kishe thënë këtë. Drejtoju, po që kjo... Po 1 minutë. Të jesh në rregull. Vazhdo drejtoju, zotit Rama. E kanë mashtruar për ishullin e Osumit. E kanë mashtruar. E kanë mashtruar për koncesionet e rrugëve. E kanë mashtruar për përmbytjet në Itali edhe në Portugali. Edhe në Portugali për atë rrugën qëra. Nuk kanë lidhje fare ato përmbytje atje. Me këtë që ndodhë të ne. As të qytetit në Shemi, as të Portos të lumi Duero, as të Lisbonës ke gjiri lumi Tejo. E kanë gënjur tua dhe për gjitha ato që a i ti paraqitë si kur ja, po ndodhë dhe atje. Po si kur të ketë gënjur vetën a i inxhiniera, po jo. Tani shiko, në qofë se i ja lejon këto është tjetër gjë, unë i flasi specialist dhe dashamirës. Jo, bën mirë shumë. Sepse, a i edhe për, nuk e di, a më digjoni se unë nuk... Shumë mirë! Tani shndodh, dhe për inteligencën artificiale, unë kam bërë një artikull në mbështetje të tij. Dhe ajo ka marrë shumë klikime. Çfarë është, cilat janë, si aplikohen e tjera. Por kam bindjen që ata që i kam mbledhur rreth vetes, po tani në gjuhën teknike thuhet që nuk thuhet fjala e mashtrojnë. E mashtruan dhe për këtë. Po nuk thuhet, por faktikisht to janë të rëndojnë ekonominë. Inxhinier, unë të falenderoj shumë, mua më kënaqe. Unë kam, nuk e di nëse këto janë mendimet e mia teknike. Jo, the gjëra shumë të rëndësishme, u përpoqet i thoshe
me një gjuhë lakoniket, Edhe folklorike. edhe pa dyshim. Por edhe me idenë që njerëzit dhe mund të kuptojnë dhe dëgjojnë nga ato që the. Sidomos ato 3 momentet që përmende Edip Duramin, Sadiun dhe rastin e këtij që unë se mbaj mend të Gareth Hardin, ishin shumë të qarta që edhe mund të dëgjojnë në një njerëzit që ne kemi këtu dhe mund të ja përsëritim tani, të shikojnë kur t'i përsëritim, mund të falenderoj shumë, kënaqësi e madhe dhe do të jemi në studio bashkë për problemet tjera. Unë kam dhe një kërkesë. Thue. Faktikisht në rastet të tilla, këta duhet të çojnë specialistë të vjetër. Sepse unë kam qenë 15 vjetë kryengjier ndërmarrje me këto jam marrë. Dhe ne kudo që vini i zgjidhim mirë këto probleme. Dhe ky nuk është një veprim kaq i rëndomt. Po pse se din ata që është e rëndomt të inxhinier? Jo, nuk e Po din. nuk qojnë do të e din më burë. Jo. Po paratë, po e bere murin 7 metra të thellë, nuk merë do të paratë.